Faktet tregojnë se Artur Metani e ka tjetërsuar Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë në çerdhe e nepotizmi familjar të shefave të drejtësisë dhe stre për prokurorët, gjyqtarët e këshilltarët ligjor të shkarkuar nga vetingu. Në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, nga 101 zyrtarë që ka organika, 58 janë me lidhje familjare, shoqërore, politike e interesash, të gjithë të emëruar me konkurrime fiktive dhe urdhër të kryeinspektorit Artur Metani, prov konflikti interesi dhe e kapjes së institucionit nga klanet. Por ndërkohë që Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ankohet për ngarkesë punësh të papërballueshme dhe kërkoi shtesë numri punonjësish për vitin 2026, kryeinspektori Artur Metani vazhdon të mbajë 19 vende pune vakante. Organika e kabinetit e kryeinspektorit Artur Metani ka 9 vende për këshilltar, por ai ka emëruar vetëm 5 prej tyre, ndërsa 4 vende i ka lënë vakant. Organika e inspektorëve të lartë të drejtësisë ka 20 vende për inspektor magjistrat dhe jo magjistrat, por Artur Metani ka emëruar vetëm 10 prej tyre, ndërsa 10 vende i ka lënë vakant. Organika e ndihmës inspektorëve ka 23 vende për specialist, por janë emëruar 21 prej tyre, ndërsa 2 vende janë lënë vakant. Organika e sektorit të statistikave ka 3 vende për specialist, por është lënë 1 vend vakant. Organika e sektorit të metodikës dhe standardeve ka 3 vende pune, por është lënë vakant vendi i përgjegjësit të sektorit. Organika e drejtorisë ekonomike e shërbimeve mbështetëse ka 7 vende pune, por Artur Metani ka lënë vakant vendin e drejtorit. Përse prej 6 muajsh e 1 viti nuk shpall konkurimet dhe të plotësoj këto vende pune, për cilët po i mban Artur Metani këto 19 vende vakant në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, fakti që Artur Metani ka krijuar rrjetin nepotik në drejtimin dhe administratën e këtij institucioni sipëror të drejtësisë, është arsye për të menduar se edhe në këto 19 vende pune me paga mujore 1.700 deri në 2.000 euro, do emërohen individ me lidhje pushteti, familjare, klanore dhe interesash.